Në Lepenis është përkujtuar 106 vjetori i kuvendimit historik të Krivovës, një ngjarje që shënoi nisjen e organizimit të luftës së Vlorës dhe mbetet një ndër momentet më të rëndësishme të historisë kombëtare. Pikërisht në vendin ku më 20 shkurt të vitit 1920 u mblodhën krerët e labërizë të Vlorës së bashku me kryeministrin e kohës Sulejman Delvina për të organizuar luftën kundër pushtuesve italian, u përrua një plakat përkujtimore në nder të kësaj ngjarje historike. Aktiviteti, i cili synohet të kthehet në një traditë të përvitshme, u organizua me iniciativën e grupit nismëtar të djemve të Lepenicës me në krye Mihal Selimajin. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë autoritete vendore, deputet, historian, përfaqësues të komunitetit dhe banor të zonës, të cilët vlerësuan rëndësinë historike të kuvendimit të Krivovës dhe rolin e tij në organizimin e luftës së Vlorës. Në nisje të aktivitetit u bë edhe zbulimi i plakatës përkujtimore nga kryetari i Bashkisë së Lenicës Nertil Bellaj dhe deputeti Vullnet Sinaj. Në fjalën e tij përshëndetëse, drejtori i grupit nismëtar Mihal Selimaj u shpreh se qëllimi i kësaj nisme është rikthimi në vëmendje një ngjarje lapidare për historinë e vendit. Ai theksoi se Krivova nuk u zgjodh rastësisht si vend kuvendimi, por për shkak të pozicionit strategjik dhe rolit që pati në bashkimin e figurave kryesore të kohës për organizimin e rezistencës kombëtare. Sot, në këtë vend që mban kujtesën e një prej momenteve më të rëndësishme të historisë sonë, jemi mbledhur jo vetëm për të kujtuar, por për të kthyer në ndërgjegjen tonë një ngjarje që flet me zërin së vërtetës historike dhe përgjegjësinë kombëtare të mohuar këtu e 106 vite. Viti 1920 shënonte një kthes të vështirë dhe vendimtare për fatjet e Shqipërisë, pas përfundimit të luftës së parë botërore. Vendi ynë gjendej i rrezikuar seriozisht nga coptimi dhe ndërhyjet e fuqive të huaja. Megjithëse Kongresi i Lushqës hodhi themeljet e një shteti të organizuar shqiptar, realiteti kërkonte më shumë se vëmendje politike, kërkonte veprim, organizim dhe sakrificë. Në këtë sfond të trazuar, më 27 shkurt 1920, këtu në Krivovë të Lepenicës, në zemër të labërisë, kryeministri i parë shqiptar dal nga Kongresi i Lushqës bëri kuvendimin me parësinë e labërisë. U zgjodh Krivova e Lepenicës për disa arsye strategjike dhe historike. Sipas Selimajt, Lepenica dhe gjithë zona e Labërisë kanë një kontribut të çmuar në luftën për liri dhe pavarësi. Ai kujtoi figurat patriotike që morën pjesë në kuvendim, duke theksuar se ata nuk përfaqësonin interesa personale, por ishin të bashkuar në misionin për të përgatitur terrenin për luftën e Vlorës dhe për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Lepenica është krenare për dy momente të rëndësishme të historisë saj. E para, sepse kuvendi i Krivovës u bë shkëndija e parë për luftën e 1920-s. E dyta, sepse kuvendi i Beunit zgjodhi birin e Lepenicës, Ahmet Sana i Lepenica, komandant të përgjithshëm të trupave mbrojtëse. Pse u zgjodh Ahmet Sana i Lepenica? Ahmet Sana i Lepenica kishte një përvojë ushtarake qysh nga Perandoria Osmane dhe deri në drejtimin e gjendarmerisë së Vlorës deri në Lushnjë, cilësi të administruar në mbrojtje dhe të Kongresit të Lushnjës. Kishte autoritet e respekt në labëri, kështu që shumë luftar e pranon lehtë autoritetin e tij. Ishte një figurë që bashkonte palët, sepse figura ishte edhe Osman Haxhiu e Qazim Kokoshi, por ata kishin më shumë rol politik dhe organizativ, ndërsa Ahmet Sana i Lepenica drejtim ushtarak në terren. Besimi që kishin krejt e labërisë duke spikatur tek ai cilësitë e njeriu të drejtë, vendosur dhe me karakter të fortë, pra ai mund të mbante disiplinë dhe koordinim të luftrave në disa zona. Ky burr së bashku me pjesëmarrëtë nuk përfaqësoni interesin personal, por më shënoni vullnetin e kombit tërë. Ata vepruan në një kohë kur çdo vendim mbante peshën e historisë dhe çdo akt kërkonte guxim. Kuvendi i Krivovës u bë kështu një pikë kthese, një hart vendimtar që shoh drejt organizimit të plotë të qendresës dhe përgatiti terrenin për shpëtimin e luftës dorë. Ai dëshmoi se ku një popull bashkohet rreth idealeve të lirisë dhe udhëhiqet nga njerëz me vizion dhe përgjegjësi, ai ishte akt të mbrojtë të drejtën dhe ndërtoi të ardhmen e vet. Një nga organizatorët e aktivitetit, Ahmet Sana i Lepenica, u shpreh se ndiej krenar për organizimin e këtij aktiviteti në ndër të parëve dhe sakrificës së tyre. Ai theksoi se përkutimi këtyre ngjarjeve historike është një detyrim moral për brezat e sotëm dhe një mënyrë për të ruajtur identitetin dhe kujtesën kombëtare. Dua të përshëndes grupin Labëria për mbështetjen e Gjibëri për iniciativën që na dha për të bërë këtë monumenti dhe për të rikujtuar edhe një herë historinë e të parëve tanë. Dhe për të thënë që ne jemi këtu dhe do të jemi brez pas brezave. Ju përshëndes të gjithëve.
Historianë, studiues të pranishëm në aktivitet vlerësuan kuvendimin e Krivovës si një moment kyç në historinë shqiptare, duke theksuar se aty u hodhën themelet e organizimit të luftës së Vlorës si një prej betejave më të rëndësishme për mbrojtjen e sovranitetit të vendit. Ju të Lepenicës keni një histori nga më të mrekullueshmet, edhe pse në vitin 1430 njiheni si 30 shtëpi, po ju nuk lat shtek të Labris pa mos shoqëruar Rugjina Bashën. Nuk lat vend dhe ngjarje të tjera të datave historike, siç është 1776, 1834, 1847, 1908 te klubi Labria, te shpallja e pavarësisht, edhe deri sa erdhëm në ditë të tjera. Përgëzoj iniciatorët Mihalin, Ahmetin, Begën e gjithë bashkëtarët e Lepenicës për ngjalljen e kësaj historie, sepse është pjesë e historisë sonë kombëtare dhe pse për kaq kohë ka qenë e heshtur, por në shënimet e tyre Halim Xhelua, Musho Xhelua, Saliha Kokondi e Ganili Azi e përshkruajnë qysh në gjallje të tyre këtë akt historik në Lepenicë. Ky aktivitet ishte njëkohësisht edhe një homazh për patriotët që kontribuan në këtë faqe të rëndësishme të historisë shqiptare, ndërsa organizatorët bën të ditur se aktivitetet të tilla do të vijojnë edhe në vitet e ardhshme për të mbajtur gjallë kujtesën historike të zonës dhe luftës së Vlorës.